Falëndërhyrjes së bashkisë PUK në zhbllokimin e rrugëve brenda qytetit, situata duket më e normalizuar dhe banorët kanë nisur të lëvizin. Ndërmarrja e rrugëve ka bërë të mundur hapjen e aksit rrugor Fusharës-Shkodër. Dimi ka qenë tepër i vështirë, krahasimi me dimën e tjerë, përveç dimit 85, si ka qenë më mend, mas 85 është dini i dytë ky si banorësi për zonën e Fusharës PUK. Një burr tepër më, një burr dinësi si ka rënë vazhdimisht çdo natë nga data 2, di me datën 12 vetëm burr ka rënë. Furnizimi nuk kena furnizuar për një dimën kashtar, për një furnizuar për periudhë shkurtë. Se si marrën se rruga ishte hapur, shkoshin njerëzit me autobus me fugër, me këtë gjëna merrshin furnizimit. Thërë blloku totalisht. Përmirësimi i kushteve meteorologjike dhe ndërprerja e rresheve të dëborës u ka dhënë mundësi drejtorisë rajonale të rrugëve të ndërhyjnë në të gjitha segmentet rrugore për hapjen e tyre nga bora në qarkun e Dibrës. Mjetet e drejtorisë dhe kompanive të kontraktuara kanë bërë të mundur hapjen e disa segmenteve kombëtare. Aksi kombëtar Peshkopi-Tiranë është i hapur në 2 korsi dhe kalimi bëhet pa zinxhir, kjo pasi të gjitha mjetet kanë punuar pa ndërprerje dhe është trajtuar me krip e skorje. Ndodhemi në qafë Dragalic dhe siç e shikoni, trashësia e borës kalon mbi 2 metra. Ndërmarrja rajonale e rrugëve ka angazhuar gjitha mjetet e saj për mbajtjen hapur të këtij segmenti. Bëhet fjalë për rreth 12 kilometra tjera për të lidhur aksin nga ura e Çelenecit drejt Stërblevës më tej Librazh. Aktualisht ndodhemi në qafën e Dragalis dhe mjetet borpastruese, fadromat do punojnë në përhapjen e segmentit nga qafë Dragalica në drejtim të Klenjës për lidhjen e segmentit Peshkopi-Librazh. Një situatë më e përmirësuar se ditët e tjera është edhe në qarkun e Kukësit. Rruga e Kombit qarkullohet pa probleme dhe është e kalueshme pa zinxhir. 10 njësi vendore aktualisht janë të bllokuara në këtë qark. Pa energji elektrike janë 2 komuna në Kukës dhe 6 fshatra në Tropoj. Deri tani janë kryer 3 fluturime për urgjenca mjekësore në qarkun e Kukësit.